Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sjellë cheesecake me fruta pylli. Unë këtu për këtë recetë kam përgatitur 2 stampa të ndryshme, për arsye se 200 gram biskota janë pa glutine, 200 gram janë digestive. Në një mikser 200 gram biskota, një lug kakao, lug kafeji, një lug gjelle me piksa çokoladate, i blojmë mirë në mikser, i hedhim në një tas 100 gram gjalp temperaturë dhome. Këtu kemi stampon 16 cm për diametër, vendosim një pjatë poshtë, e vendosim dhe livelojmë mirë. Të njëjtë proces kemi vendosur, kemi përgatitur dhe atë stampon që shikoni në video, vetëm pse janë biskota digestive. Fillojmë edhe me kremin. Për kremin kemi 600 gram djathë të butë, 150 gram sheqer dhe 5 gram vanilje nëse dëshironi. 300 gram pana të freskët dhe i bluajmë mirë. 10 gram gelatina duhet, e vendosim në ujë të ftoftë si fillim, e shtrydhim dhe e hedhim në një tenxhere me pak pana, e ngrohim pak derisa të shkrijë dhe e hedhim kremit brenda. Për frutat e pyllit, 500 gram fruta, mjedra dhe boronisa dhe 50 gram sheqer, lëngun e një limoni, e zim për pak minuta dhe e kemi gati. Mbasi ftofet, e hedhim tek kremi brenda dhe lejm pak krem frutash me njan. Për kremin që lej me njan, unë harrova t'i hedhsha një flet gelatin, por prap doli e mirë. Mos harroni hidhja në një flet gelatin. Nëse dëshironi, shikoni, unë po e bluaj, e duhet t'i hedhsha një flet gelatin dhe ta shkrija pak. Harrova, po mjatë na pëlqeu edhe kështu. Ja hedhim sipër kremit, mbasi kemi hedhur në stampo, vendosim boronicat, një mjedër në mes edhe vendosim në frigorifer për 3-4 orë dhe ky është rezultati që mua më pëlqen më shumë, doli vërtet fantastike, si e bukur dhe plot shije. Shikojeni mirë videot në detaj, u kam shkruar edhe masat. Shpresoj që t'u pëlqej, kur thotë Eli ç'a tash me sy. Ju përshëndes. Ciao ciao.